do të kishte një votë e fshehtë. Më konsideroj që nuk ka nevojë me pas një procedurë të fshehtë, duhet kemi mjaftueshëm, të përgjithshëm mbi ata çfarë përfaqësojnë në mënyrë që të japim rol edhe funksion kuvendit. S'ka nevojë për votë fshehtë për me funksionalizue kuvendin. Çka po fshehim ne? Çka po kërkojmë ne me nxjerr prej fshehjes së emërimit të një krye kuvendarit? Ne do të kemi një marrëveshje të përgjithshme politike edhe për kryetarin e kuvendit, edhe për një qeverisje të ardhshme, e cila mund të jetë edhe me PDK-n, mund të jetë edhe me LDK-n, pa kur farë të lashëm. E kemi dëgjuar zotin Kurti së fundi në një intervistë për televizionin publik duke thënë që numrat i ka për qeverinë e re, por si ka për konsidierimin e kuvendit. Kushdo që i ka numrat për qeverisje, duhet t'i kishte numrat edhe për kryetar kuvendit. Thoni kjo s'qëndron. Po më thoni ju mua qëndron. Jo në pjepës juve, sepse ju kam ftuar këtë, zoti Korenica. Po, bëjmë një pyetje edhe ne, sepse është çështje që lexohet lehtë. Kur i ki votat për qeverisje, i ki votat edhe për kryekuvendar. Është absurde, thoni. Nuk qëndron. Është e kotë. Kjo situatë që është në kuvendin e Kosovës, si e përkufizoni, zoti Korenica? Disa thonë që po mbahet peng kuvendi i Kosovës. Po me arsye që s'po funksionalizohet, po mbahet peng, edhe nuk është gjë e mirë. Është në dëm të funksionalizimit mirëfill të shtetit tonë, të gjitha hallkave qeverisëse që i ka shteti ynë. Ne mund ndoshta dikush vetë mjaftohet me do pozicione të përkohshme të përkthyera si mandate në detyrë, mirë po në praktik nuk po shihet që po funksionon si duhet krejt mekanizmi i qeverisjes. Prandaj është dëm i madh që po themelon institucionet dhe për këtë janë përgjegjës gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës, pa dallim. Pa dallim. Kush më shumë e kush më pak? Gjithë, absolutisht gjithë. Kush më shumë s'është më rëndësi, se gjithë janë pjesëmarrësit në dështimin e konstituimit të Kuvendit. Sigurisht dikujt i bën bara më shumë sepse vetë organi më i lartë i shtetit, që është gjykata kushtetuese, sa i përket vendimarrjes gjyqësore, ja ka jep të drejtën partisë së parë që ka dalë në këto zgjedhje, edhe përgjegjësi publike që me i themelu institucionet. Nuk duhet ta mohojmë faktin që ky është verdikt i qytetarëve të Republikës së Kosovës sa i përket mandateve të fituara nga subjektet politike. Qytetari i Republikës së Kosovës nuk ka dashur me jap mandatin e plot një partie politike. Ka dashur me shpërnda qeverisjen. Nëse dikush nuk e kupton sinjalin e votës së përkthyer në përqindje. Po e kupton këtë. Sipas jush. Po s'po e kupton, nuk dënë me e kuptu, apo nuk po i konvenon nuk i konvenon dikujt ky rezultat. Po ky është rezultati që është përkthyer në votë. Dhe nga ky rezultat secili ka me marrë qoftë mësim, edhe në anën tjetër edhe përgjegjësi, në mënyrë që çaj rezultati më përkthyen në qeverisje të vendit tonë. Jo në lojra të tilla të cilat janë në dëm të shtetit tonë, se kjo po përkthehet ashtu.